për situatën në të cilën ndodh Italia në këto momente. Nga ana, pra si kriminologe gjithashtu, pra në këtë ekspertizën tënde të fushës që tashmë i e futur, si të zhdukur kjo vrasje? Edhe gjak ftohtë, një 23 vjeçar, ishi dashur i cili vret partneren e tij, krijon një skem, dërgon mesazhe nga celulari i saj, pra edhe disa detaje që ndoshta ti ke vënë re që syri tjetër nuk i ka analizuar. Është një gjë pa shpjeguar dhe asnjë njeri nuk ka rënë asnjëri nuk ka rënë do ta shpjegoj se pse duhet të kryente një vrasje të tillë, pse duhet ta ri personin në një vepër kështu makabre. Nuk asnjë nuk ka rënë dot ta shpjegoj. Gjithsesi dhe IMA e pranoi në gjykat që ka bashkëpunuar me djalin për fshefjen e trupit. Pra IMA e ka pranuar në këto momente që si ka bashkëpunuar, e ka treguar, ka ndalë detajet? Po, ka bashkëpunuar. Po, ka ndalë detajet që ka, jo me imtësi, po ka ndalë detajet që IMA mbas një marrje në pyetje shumë të gjatë ka pranuar që ka ndihmuar djalin e saj për fshehjen e trupit, jo në vrasje. Pra vetëm për fshehjen e trupit. A ka ndalë detajet e autorit i leja, çfarë ka ndodhur konkretisht? Si ka ndodhur vrasja? Jo, nuk ka ndalë, thuhet që i ka qelluar me thik 3 herë nga mbrapa në kuris, por nuk ka ndalë detaje akoma deri në këtë moment, domethënë me imtësi, që të jenë të sakta, domethënë janë vetëm. Po lexoja në median italiane që janë aluduar edhe 2 miqt e Mark Samsonit, të cilët mundet të kenë bashkëpunuar në këtë ngjarje ose të kenë patur dieni. Ke lexuar diçka? Po, pas një gjë zyrtare nga kjo anë, vetëm fjalë deri në këtë moment. Janë vetëm fjalë dhe asnjë gjë zyrtare. Po, asnjë gjë zyrtare, të paktën deri në mënyrë zyrtare nga prokura. E kuptoj. Nga ana juridike, në cilën fazë është çështja sot? Si e shetin këndvështrimin tënd dhe më bën dot një analizë çfarë ndodh? Po, jo, çështja në këtë moment është akoma në fazë hetimi, domethënë prokuroria është akoma duke bërë hetime për të dalë në përfundimin se kush janë bashkëpunëtorët e veprës penale përveç autorit. Në Itali, që nga viti 2019 kanë bërë një projekt ligj që ti nuk mund të kërkon gjykimin e shkurtuar për sa i përket krimit të vrasjes. Prandaj autori i krimit do gjykohet vetëm me gjykim të zakonshëm dhe rrezikon nga 30 deri në burgim të përjetshëm. Sipas parashikimeve të mia, duke njohur dhe gjykatën e krimeve të rënda në Rom, domethënë autori i krimit nuk shpëton nga burgimi i përjetshëm. Burgimi i përjetshëm për Mark Samsonin, pra për autorin e kësaj ngjarje. Po, është për autorin e kësaj ngjarje, po. Çfarë ndodh me tëmën, e cila gjithashtu ka pranuar se ka fshehur trupin? Dhe IMA është bashkëpunëtore, po bashkëpunëtore në fshehjen e trupit. Pastaj akuzat do t'i thot prokuroria. Patjetër, po nga eksperienca. Kjo është vetëm një fantezi. Edhe IMA është bashkëpunëtore për krimin dhe IMA, domethënë rrezikon nga 20 deri në 25 vite. 20 deri 25 vite dhe IMA për këtë rast. Ileja, jam kurioz se sigurisht edhe publiku shqiptar është kurioz në lajmet që kanë qarkulluar. Djali e ka vrarë në shtëpi kur nëna ka qenë në shtëpi, vajzën studente 22 vjeçare? Nëna ka thënë që nuk ishte në shtëpinë ato momente. Domethënë nuk i ka pranuar që e ka parë vrasjen, por ka thënë vetëm të paktën çfarë i kanë shkruar, domethënë deri tani portalet që e kanë ndihmuar për të fshehur trupin dhe për ta hedhur në humner. Sa ditë është dashur që të hetimet të zbulojnë vendin ku është hedhur trupi që nga momenti i vrasjes? Sa kohë është dashur policisë? Jo, brenda 2 javë nga momenti që u bë denoncimi nga familja që vajza ishte zhdukur. Domethënë kanë qenë shumë të shpejta hetimet. Po kjo loja që ka përdorur autori i ngjarjes me rrjetet sociale, që ka shkruar, që ka ndarë momente që jam mirë, mos Po sepse ai kur nuk mund ta imagjinonte që mbasi e futi në një valixhe dhe hodhi në një humner, domethënë policia italiane do të arrinte kaq shpejt ta zbulonte krimin. Pra nuk ka menduar në asnjë moment. Në asnjë moment në fillim, jo. Një detaj tjetër që po shija në fakt në mënyrën se si, pra çfarë kishte komunikuar dhe avokati patjetër i palës i familjes së autorit, pra i nënës së autorit, sigurisht që do bëhet edhe një analizë mendore, i shëndetit mendor të autorit në fjalë. Vetë si është? Këta janë të gjitha lojrat që i bëjmë ne si avokat në mënyrë për ta nxjerrë inkapace, domethënë për të kryer veprën penale dhe të pasur një dënim sa më të ulët. Po djali ishte më se javë dhe nga intervistat që ka lëshuar dhe nga çdo gjë që ka kryer në rrjetet sociale, nuk ka kurrë mundësi të dalë i paaft në kryen e veprës. Dhe vetë ndihma që i ka kërkuar të IMA-s ka qenë me kaq me gjaftësi dhe hedhja futja në valixhe dhe hedhur, nuk është një vrasje e bën në një moment raptus dhe ti thua më kapi, domethënë raptusi ndodhi, po gjaftësia edhe për të veprimet që ka bërë më vonë do të konfirmon që nuk është që është më së kapashme për të kryer veprën penale. Pra ka qenë i aftë. Dhe sidomos në këtë ka qenë i aftë për të kryer veprën, po. Për të kryer veprën penale. Çfarë mendon një autor, Ileja,
në momentin që bën një krim të tillë? Si Nuk e di. të dashur që të pyesësh, të intervistosh ndonjëherë, të pyesësh, të investigosh edhe një autor në një rast të tillë? Jo në rastin e feminicidit, domethënë që është një vepër shumë, më ka qelluar të flas me persona që kanë kryer veprën penale, po ka qenë diçka, domethënë dikush i ra arma, e mori në dorë, i qelloi pa qenë koshent, jo ta organizojnë në këtë lloj mënyrë. Nuk më ka qelluar asnjëherë të flas me një person të tillë kaq gjaftot, domethënë asnjëherë. Nuk di domethënë si ta shpjegoj se çfarë mund t'i kalojë në përmendje një personi dhe shkatron jetën e vajzës, jetën e familjes së vajzës, jetën e vetë, jetën e familjes vetë, domethënë ti nuk i shpëton burgimit përjetshëm në këtë rast. E kuptoj. Çfarë si ka reaguar edhe komuniteti në rastin e Ilarias, e këtij lajmi flas, për familjen që po thoje ka reaguar fort, po e kanë fjalën, kanë menduar diçka, sepse ka patur një jehon të madh si raste, nuk e di komuna, njerëzit, institucionet. Po thonin që do organizonin si një kulet, domethënë një shumë lekësh dhe një falkolata. Domethënë këto gjitha mbas varimit, sepse deri përpara 2 ditësh trupi ishte bllokuar nga ekspertiza, mbas varimit tani do të organizoheshin. Po kështu po thonin në komunën e Rjetit. Nuk e di se çfarë të reja do ketë, domethënë në ditët që vijnë. Nga ana ligjore, Ilenja, në momentin që gjendet një trup në një sken krimi, duhet bërë autopsia në cilin do rast, apo është familja ajo që aprovon? Patjetër duhet bërë autopsia. E kuptoj, nuk e di nëse e kam përsëri në lidhje apo jo, për shkak edhe të shkëputjes